Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokast. Ndër të tjera, sot do të ndiqni. Rreshtet e dendura të mëngjesit kanë shkaktuar rrëzimin e një muri në lagjen e vjetër të pazarit në Gjirokastër, një zonë e frekuentuar nga qytetarë e vizitor. Fatmirësisht nuk raportohet për dëme në njerëz, ndërsa punonësit e emergjencave civile kanë ndërhyrë menjëherë për pastrimin e inerteve dhe sigurimin e kalimit. Rreth 8.000 abonenë debitor në rajonin Jugor përfitojnë skema lehtësuese të OSHE që u mundësojnë shlyerjen e borxheve deri në dhjetor të 2023 me këste pa penalitete. Deri tani janë lidhur 600 marrëveshje, ndërsa procesi vijon në të gjitha njësitë administrative me numrin më të madh të debitorëve në Sarandë. Udhëtim në fëmijëri ishte koncerti organizuar në Gjirokastër në përkujtim të 90 vjetorit të lindjes së kompozitorit të njohur Fehim Ibrahimi. Pjesë nga krijimtaria e tij e pasur muzikore u interpretuan nga nxënës e mësues të liceut artistik, por edhe të ftuar special të ardhur nga kryeqyteti. Këtë të shtunë luftëtari do të zhvilloj takimin e radhës në kuadër të kampionatit kombëtar të futbollit me ekipin e Kukësit. Edhe në këtë sfidë bluzinjve do të mungojnë 3 lojtarë të rëndësishëm, të cilët pritet i bashkojnë skuadrës në vijim. Ju njohim tani më gjerësisht. Rreshtet e dendura të mëngjesit kanë shkaktuar rrëzimin e një muri në lagjen e vjetër të pazarit në Gjirokastër, një zonë e frekuentuar nga qytetarë dhe vizitor. Fatmirësisht nuk raportohet për dëme në njerëz, ndërsa punonësit e emergjencave civile kanë ndërhyrë menjëherë për pastrimin e inerteve dhe sigurimin e kalimit. Rreshtet e dendura me intensitet të lartë të orëve të para të mëngjesit kanë shkaktuar rrëzimin e një muri në lagjen e vjetër të pazarit. Në vend ngjarje po merren masa për të bërë zonën më të aksesueshme sa më shpejt, bëri të ditur Ilir Çumaku, inxhinieri i emergjencave civile pranë Bashkisë Gjirokastër. Rreth orës 9, punonësit e drejtorisë së shërbimeve utilitare komunitare shkuan në vend dhe filluan të sistemonin materialin për të bërë të mundur aksesimin e rrugës nga njerëzit. Gjithashtu do vendosë sinjalistik nga policia bashkiake, do vendosë sinjalistik paralajmëruese për qytetarët të kenë kujdes. Për fat të keq ai kishte rënë afër një makine, po nuk besoj se bëri ndonjë dëm tek ajo makinë përveç në një gërvishi në një gjë. Kurse për rrugën u pastrua, domethënë është aksesueshme nga qytetarët dhe edhe mjetet që do kalojnë atje. Sipas Çumakut, situata paraqitet e qetë dhe pa problematika të tjera në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Sipas informacioneve që morëm herët në mëngjes nga të gjitha njësitë administrative dhe kryetarët e fshatrave nuk kanë sjellë probleme në njësitë administrative. Rrugët janë të hapura, domthonë çdo gjë është normale. Ndërkohë, burime pranë këtij institucioni bëjnë më dije se po merren masa parandaluese për përballimin e situatave problematike që mund të shkaktohen nga rreshtet e mëtejshme. Fermerët dhe agrobizneset mund të përfitojnë kredi me interes vetëm 2% dhe garanci shtetërore deri në 70% të kolateralit. Aplikimet janë të hapura deri më 20 nëntor të 2025-s pranë bankave të nivelit të dytë. Drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë për Zhvillimin Rural, Ardita Kuçi, tha se kjo kredi synon të mbështesë çdo fermer në ngritjen e një agrobiznesi të qëndrueshëm. Fermerët dhe agrobizneset tashmë mund të përfitojnë nga një skemë refinancimi me interes vetëm 2% dhe garanci shtetërore deri në 70% të kolateralit. Drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë së Zhvillimit Rural Ardita Kuçi tha se kjo kredi synon të mbështesë çdo fermer në ngritjen e një agrobiznesi të qëndrueshëm. Kanë mbetur pothuajse 3 javë kohë nga mbyllja e aplikimeve për kredinë e butë me garanci sovrane pranë bankave të nivelit të dytë dhe kemi marrë një sër pyetjesh nga fermerët e interesuar për këtë instrument shumë të rëndësishëm financiar që u vjen në ndihmë agrobizneseve, fermerëve në fushën e tyre të veprimtarisë. Kushtet kryesore të kredisë janë një normë interesi vetëm 2%, mbulim kolaterali me garanci sovrane 70%, afat shlyerje 3 deri në 5 vite, si dhe vlerë maksimale e kredis deri në 25 milion lekë për fermer.
Ajo theksoi se skema përfshin kriteret të qarta dhe transparente që duhet të plotësohen gjatë aplikimit, kur çishtoi se fermerët janë pjesë e skemës kombëtare, ku mund të përfitojnë gjithashtu edhe 50% grant shtesë. Kjo paketë financiare pritet të nxjisë zhvillimin e bujqësisë, agroturizmit dhe produkteve vendase. Po, patjetër që mund të përfitoni, për sa kohë përmbushni kriteret e bankës dhe kredia e re përdoret për investim në bujqësi. Mund të kërkoni financim për më shumë se një aktivitet bujqësor brenda të njëjtit projekt investimi. Aplikimet janë të hapura deri më 20 nëntor 2025 pranë bankave të nivelit të dytë. Kredia e butë me garanci sovrane shihet si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të ekonomisë rurale dhe rritjes së prodhimit vendas. Rreth 8.000 abonent debitor në rajonin Jugor përfitojnë skema lehtësuese të OSHE që u mundsojnë në shlyerjen e borxheve deri në dhjetor të 2023-shit me këste pa penalitete. Deri tani janë lidhur 600 marrëveshje, ndërsa procesi vijon në të gjitha njësitë administrative me numrin më të madh të debitorëve në Sarandë. Rreth 8.000 konsumator me detyrime të prapambetura në qarkun e Gjirokastrës po përfitojnë nga programet lehtësuese të OSHE-s, të cilat synojnë shlyerjen graduale të borxheve. Drejtori i njësisë së furnizimit të shërbimit universal në Gjirokastër, Aurel Meçi, shpjegon se marrëveshjet vlejnë për të gjithë abonentët me detyrime të mbetura deri në dhjetor të 2023-shit. Këto skema janë hartuar për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve për të përballuar më lehtë detyrimet financiare, duke shmangur penalitetet dhe duke përfituar nga kushtet e favorshme të OSHE-s. Skemat janë lehtësuese për të gjithë kategoritë, familjar, privat, të cilët kanë dhe nevojë për këto skema. Sigurisht janë të aplikueshme në gjitha KNK-t e rajonit Jugor, FSHU, OSHE Group. Unë u bëj thirrje të gjithë abonentëve të cilët kanë një debi me FSHU të paraqiten në çdo KNK. Debia që përfiton abonenti është nga 31 dhjetor 2023 e para, 2024-2025 janë detyrimisht të paguhen kesh si fatura. Deri tani në njësinë e furnizimit të shërbimit universal në rajonin Jugor janë lidhur rreth 600 aktmarrëveshje me abonent që kanë përfituar nga kjo nismë. Procesi është aktiv në të gjitha njësitë administrative të qarkut Gjirokastër, si dhe në bashkitë Sarandë dhe Delvin. Pak shumë janë lidhur rreth me 600, po themi, abonent kanë lidhur një akt marrëveshje me FSHU OSHE Group, të cilët kanë përfituar skema të ndryshme të akt marrëveshjes, si kategori familjare normale, si kategori familjar, si kryefamiljar, shtresë në nevojë ose kategorinë pensionist, si dhe kategoritë privat, të cilët kanë pasur shumë skemë lehtësuese. Numri më i lartë i debitorëve të energjisë regjistrohet në qytetin e Sarandës me rreth 3.500 konsumatorë që përfitojnë nga kjo skemë. Në bashkinë e Tepelenës vijon realizimi i projekteve sociale për përmirësimin e kushteve të jetesës familjeve në nevojë. Me një fond prej 18 milion lekësh po rikonstruktohen 21 banesa që u përkasin familjeve me të ardhurat të ulta dhe rasteve sociale në zonë. Përmirësimet përfshin riparime të çative, mureve dhe izolim termik. Ndërhyrje që synojnë të sigurojnë një strehim më të sigurt dhe dinjitoz për banorët. Në bashkinë e Tepelenës po vjon mbështetja për rikonstruksionin e banesave për 21 familje në nevojë me një fond prej 18 milion lek në kuadër të programeve sociale që synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës. Specialisti i emergjencave civile dhe strehimit Pëllumb Hoxha bën të ditur se ndërhyrjet janë fokusuar kryesisht në banesa që kanë pësuar dëmtime nga lagështia, mungesa izolimi termik apo problemeve strukturore. Prioritet në këtë proces kanë familjet me të ardhurat të ulta, ato me persona me aftësi të kufizuara dhe rastet që trajtohen nga shërbimet sociale të bashkisë. Ka filluar puna për rikonstruksionin e banesave në bashkinë e Tepelenës. Është parashikuar që të bën 450 metra katror riparime çatish dhe është në vijim puna në objektet janë më me vështirësi të komunitetit dhe vazhdon puna deri në përfundim të programit që është. Po punohet në disa lagje të qytetit të Tepelenës, po punohet dhe në njësitë administrative
që mundoj sidomos në njësinë administrative të Qëndrës, në njësinë administrative të Lopësit. Çdo rast po verifikohet në teren nga grupet e emergjencave dhe strehimit. Janë kontaktuar personat që do ju nështrojnë rekonstruksionit të banesave. Është një fond për 18 milion lekësh që do vazhdoj deri në fazën përfundimtare. Përmes këtyre ndërhyrjeve, Bashkia Tepelen synon të garantojë një strehim më të sigurt dhe dinjitos për familjet në nevojë. Kujtim Hyseni është një mbletëritës me përvojë gjysmë shekulli, që kur ishte 10 vjeç, ai ka ndjekur pasionin për bletët dhe sot kujdeset për 200 koshere. 76 vjeçari nga fshati Kodër konsiderohet si shembulli i përkushtimit dhe dashurisë për bletën dhe natyrën që mban gjallë një traditë shekullore në Tepelen. Në fshatin Kodër të Tepelenës, një 76 vjeçar vazhdon të ruajë me pasion traditën e bletarisë që nga fëmijëria. Kujtim Hyseni, prej më shumë se gjysmë shekulli, kujdeset për 200 koshere dhe nxjerr mjaltë të cilësisë së lartë që e shet në tregun vendas. Ai ushtron këtë profesion së bashku me djalin e tij duke e kthyer bletarin në një punë familjare dhe e sheh këtë si një mënyrë për të kaluar traditën tek breziri. Po bleta do punë të madhe. Unë kam vite që punoj me bledën, por ja kam quar edhe, kam dhënë edhe djalit. S'jam edhe vetëm, do më dhënë, në këto 200 bledë që kam unë, më ndihmon djali. Edhe është futur edhe djali në punë, në këtë lloj. Prodhimin është i shitur i tëri. Sa prodhim mund të më bëj, e kam të shitur. E marr me porosi. Problemi më i madh këto vite janë sëmundjet që prekin bletët. Për këtë arsye, shërbimi veterinar duhet të jetë më shumë në teren për të ndihmuar bletëricit, thot Hyseni. Janë të garantuara ilaçet. Çoku i marrim edhe jashtë shtetit. Na njëri bëjmë edhe vetëm në mënyrë primitive si që kemi bërë në vitet 85-86. Po që ilaçet janë kryesore dhe po su bën me ilaçe bletët të zhduken, se ka shumë smundje bleta. Ka hyrë morzi që është në mënyrë të jashtëzakonshme ka hyrë. Veterinerët duhet jenë në dispozicion, për shembull bëjnë kontrolle ku ka bletarit më dha dhe hapet një infeksion. Janë shumë lloj smundje, pesta amerikane, pesta europiane, ka plot gjëra që duhet ndihmuar nga ana e veterinarisë. Me gjithë vështirësitë, Kujtim Hyseni mbetet një shembull i përkushtimit dhe dashurisë për natyrën që mban gjallë traditën e bletarisë në zonën e Tepelenës. Butrinti mbetet pjesë e hartës turistike edhe këto ditë tetori. Mes qetësisë së vjeshtës dhe dritës së ngrohtë të Stinës, rënojat antike dhe peizazhi natyror krijojnë një harmoni që tërheq vizitor nga e gjithë bota. Kjo periudhë po shihet si një sezon i dytë ku kultura dhe natyra bashkohen në një përvojë unike. Edhe pse jemi në Stinën e Vjeshtës, parku kombëtar i Butrintit vijon të presë një numër të lartë turistësh. Klima e butë dhe peizazhi i veçantë mes gjelbërimit e historisë, po e kthen këtë periudhë në një sezon të dytë turistik për zonën. J'ai trouvé très intéressant. Kam ardhur në Butrind disa herë, por çdo vizitë është ndryshe. Edhe në Vjeshtë parku duket magjik. Natyra, pemët dhe rënojat historike krijojnë një atmosferë të veçantë. Është shumë qetë, nuk ka shumë vizitorë si në verë dhe mund ta shijosh çdo cep të parkut. Për mua kjo Stinë është ideale për të bërë një ecje të qetë dhe për të mësuar diçka nga historia e vendit. Edhe pse jemi në muajt e Vjeshtës, Butrindi ka një energji të veçantë. Uji, pemët që ndryshojnë ngjyrë dhe rënojat historike krijojnë një peizazh që të bën të ndihesh sikur je kthyer në kohë. Ka një qetësi që nuk e gjen gjatë verës dhe mund të shijosh çdo moment duke ecur mes natyrës dhe historisë. Për mua kjo është Stina ideale për të vizituar Butrindin dhe për t'u larguar nga zhurma e qytetit. Ne kemi zgjedhur të vizitojmë Butrindin tani në Vjeshtë, sepse mund ta shijojmë pa turma dhe me më shumë qetësi. Ngjyrat e Stinës japin parkut një bukuri të veçantë, ndërsa rënojat historike janë mahnitëse. Është eksperienca perfekte për të kombinuar natyrën dhe kulturën dhe për të bërë foto fantastike, pa shumë njerëz rreth.
Butrinti dëshmon se trashëgimia kulturore dhe natyrore e Shqipërisë mbeten tërheqëse në çdo stin të vitit. Edhe në muajt e vjeshtës, turistët vazhdojnë të mbushin në rrugicat e lashta të parkut, duke e bërë këtë destinacion, një histori suksesi për turizmin shqiptar gjatë gjithë vitit. Udhëtim në Fëmiri ishte koncerti organizuar në Gjirokastër në përkujtim të 90 vjetorit të lindjes kompozitorit të njohur Fehim Ibrahimi. Pjesë nga krijimtaria e tij u interpretuan nga nxënës dhe mësues të liceut artistik, por edhe të ftuar special të ardhur nga kryeqyteti. Krijimtaria e pasur muzikore që mban emrin e kompozitorit të njohur Fehim Ibrahimi ishte kryefjala e koncertit të organizuar mbrëmjen e sejntes në Gjirokastër. Muzika e artistit të popullit erdhi nën interpretimin e talenteve të reja dhe pedagogëve të liceut artistik që mban emrin e tij. Emocion të veçantë ndëruam sot 90 vjetorin e lindjes së kompozitorit të mirënjohur Fehim Ibrahimi. Një urim të veçantë kemi sot për vajzën e tij e tritëm. Prania e saj nuk është thjesht vetëm një prani në një koncert, por një rikthim në një udhëtim shpirtëror, trashëgimi shpirtërore, të cilën ne e përcollëm nëpërmjet koncertit të sotëm. Dhe më së miri sot vërtetuam që arti dhe muzika e mirëfillt jetojnë përgjithmonë. Unë mora pjesë me marrë nga Fehim Ibrahimi. Si ishte për ty kjo eksperiencë, besoj ndryshe? Ishte një eksperiencë e bukur dhe e re për mua. Në kuadër të 90 vjetorit të lindjes së kompozitorit Fehim Ibrahimi, me emrin e të cilit mban shkolla artistike, ne sot sollëm këtë koncert të bukur, të organizuar së bashku me mësues dhe nxënës të shkollës, dhe jo vetëm të shkollës sonë, po kanë ardhur edhe nga Tirana, violinist, bariton, pianist dhe sigurisht dhe vajza e kompozitorit e cila është dhe organizatorja kryesore e këtij eventi. Të ftuar special ishin edhe artistë të rinj që kanë dalë nga shkolla shqiptare dhe që po lartësojnë emrin e Shqipërisë në të gjitha skenat ku interpretojnë. Jemi të lumtur që u mirëprit kaq mirë nga publiku ky koncert në kuadër të 90 vjetorit të kompozitorit famshëm shqiptar Fehim Ibrahimi. I gjithë programi ishte me veprat e tij, kompozimet e tij. Sot në Gjirokastër me nxënës nga vendas dhe i njëjti koncert u performua në Tiranë në Pardje me nxënës dhe pedagog të liceut artistik Tiranë. Udhëtim në Fëmiri u organizua në kuadër të 90 vjetorit të lindjes së artistit nga e bija e Trita Ibrahimi, e cila në këtë projekt gjeti mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe liceut artistik Fehim Ibrahimi. Është një projekt që përfshin 2 koncerte, një në Tiranë dhe një në Gjirokastër. Në Tiranë kemi qenë Pardje, sot erdhëm në Gjirokastër dhe janë në bashkëpunim të ngushtë me 2 licet artistik të këtyre 2 qyteteve, sepse ideja ime fillestare ishte që të realizoja 90 vjetorin e babait tim Fehim Ibrahimi së bashku me fëmijët, së bashku me të rinjt që ai i donte shumë dhe i përkrahte gjithmonë, i ndihmonte me sa kishte mundësi kur ishte në krye të seksionit të muzikës në lidhjen e shkrimtarëve, duke i dhënë atyre piano, sa herë që vinin në Shqipëri, duke u dhënë partitura, duke i ndihmuar me çdo mjet që kishte në dorë, me diskje, që atëherë gjendeshin shumë pak, kështu që më lindi kjo ide e shoqëruar nga botimi një partiture ku kam përmbledhur të gjitha pjesët për piano, duke për fëmijët nga mosha 5 vjeç e sipër. Kështu që kush mund t'i luante më mirë se sa nxënësit e shkollave të mesme të muzikës ose 9 vjeçare. Kam bashkuar disa breza bashk, pasi kam ftuar nga Tirana edhe 4 artistë, 3 në Gjirokastër, 3 artistë të rinj, që janë të rinj, por që shkollën e kanë mbaruar prej disa vitesh, janë poshtë të 30-ave të 3, por janë artistë që emrin e Shqipërisë po e ngren lart kudo që shkojnë në çdo skenë. Muzika e Ibrahimit shtrihet thuajse në të gjitha zhanret, miniatura instrumentale, muzik filmash, muzik dhome, koncerte për instrumente solo dhe orkestër, simfoni, balete dhe vepra lokale. Gjatë karrierës së tij ka fituar edhe shumë çmime të rëndësishme ndërkombëtare si në Itali, Gjermani, Francë, Salzburg e të tjerë.
Promovimi I librit të gjimnazistes Anisa Xhaferi kërkoi veten në heshtje u shndërua në një mesazh për paqe dhe mirësi në Konispol. Gjatë veprimtarisë, nxënës të dalluar dhe figura të shquara të komunitetit u emëruan ambasador për paqe duke promovuar vlerat e unitetit, respektit dhe krijimtarisë. Aktiviteti organizuar nga Këshilli Lokal I Paqes, Bashkia Konispol dhe Shkolla Bidosejko tregoi se letërsia mbetet ura me bukur që lidh zemrat dhe mendjet drejt paqes. Emri Anisa Xhaferit ka kohë që lakohet e qarkullon në qarqe letrare e jo vetëm, së bashku me të parin libër të saj me poezi që janë vlerësuar për spontanitetin, çiltërsinë dhe naivitetin. E natyrshme, sepse ajo ende është një gjimnaziste në klasën e 11 të shkollës Bidosejko që ngrihet atje buz kufirit si obelisk I lartë I dijes dhe I mundësive për zbulim dhe zhvillim të talenteve. Kërkoi veten e heshtje, thot titulli I librit që mban emrin e saj në krye të kopertinës. Jam ndier shumë e lumtur, edhe kam parë shumë surpriza që nuk me prestoja që do ishin aktive. Mbaj mend mamin tim teksa shkruante, sepse mami më po ashtu shkruan. Edhe shikoja gjithmonë kur isha vogël teksa shkruante dhe kjo më frymëzoi të provoj edhe unë një herë, të hidhja mendimin tim në letër. E provova një herë, e provova 2, e provova 3. Normalisht nuk u kënaqja në fillim, me kalimin e kohës shikoja që njerëzit që I lexojën I tërhiqte ajo që shkruaja dhe në një farë mënyrë zhvillova një dashuri për shkrimtarin, për krijimtarin. Klubi I krijuesve Jonian në Sarand pati vëmendjen e duhur ndaj librit të Anisës dhe e bëri atë objekt promovimi mes krijuesve të afirmuar në hapësirën jugore. Një zemër prindërore, një dashuri madhore, mësuesi im në fillore. Me ty shkronjat I mësova, gjitha vetaren e mbarova. Në cepin e dhomës së në rritë, e papritur fjalët e tua në mendje më vinë. Kur në ditët e gjata, pengesa shikoj, fjalët e tua të arta, në qasti kujtoj. E vet Anisa solli plot emocion për të pranishmit poezinë që zgjodhi të titulloj libri. Por asa ti se qitoj veten, nga qielli katër kokën qoj, e me se shikoj këto, por heshtja u gjende të tas aty. Më kotë kërkoja, ta jeta pranteje dhe t'i fjallë për shpërita. Por fjallët u qelën, buluan vendin, tek sytë e tu në vetën gjeta. Tek fjallët e tua të ëmla plot dashuri, gjeta veten o nëna I me ti. Mësuese Fabiola Ali Mehmeti e ka shoqëruar rritjen e Anisës prej klasës së 6 dhe në kujdesin e saj ishte që ajo të rritej ngadalë, por ajo nuk ndali në ambicien e saj. Ndaj, kemi sot një poete në moshë shumë të re. Punonte shumë, filloi për mendimin tim që gjithçka e përmblidhte dhe kjo mendoj se I solli ajkën e asaj gjës më të mirë. Dhe mendoj se është një arritje që ne sot në shkollën e Konispolit kemi poete në moshë shumë të re dhe në mendje kaq të hapur dhe të kompletuar. Vërtet Anisa nuk di të ndalet, duke punuar për të qenë në krye të listës së gjimnazistëve ekselent, por edhe duke mos ju ndar krijimit. Ajo tregon se ndërkohë që po shijon pritjen e librit të parë, ka në dorë librin e dytë për të cilin thotë se nuk do të jetë aq naiv sa I pari. Libri dytë ka menduar edhe titullin Gjak mbi zemër dhe ky libër nuk do të jetë si I pari, domethënë me shumë poezi naive, por më të shumta do jenë filozofike. Do shkruaj për botën, për padrejtësitë, ndoshta për njerëzit që rrinë në hije, për zëra që nuk I dëgjojnë dot, për fjalë që shumë të mëdha që I ka zemra por që nuk shprehen dot. Do flas për vuajtjet e njerëzve, edhe dua t'u them të gjithëve që me atë libër ose mesazhi I atij libri do jetë pikërisht ky që të dashur njerëz, askush nuk është vetëm. Më keni mua në krah. Me natyrën e saj të çiltër dhe bujare, ishte vet Anisa që të ftuarve nga larg të pranishëm në promovim u bëri dhurat librin e saj të paketuar bukur, shoqëruar me fjalët, shpresoj t'ju pëlqejë libri im.
Këtë të shtunë, luftëtari do të zhvilloj takimin e radhës në kuadër të kampionatit kombëtar të futbollit me ekipin e Kukësit. Edhe në këtë sfidë, bluzinjve do të mungojnë 3 lojtarë të rëndësishëm, të cilët pritet t'i bashkojnë skuadrës në vijim. Ramadani, Çulli e Mërkuri do t'i mungojnë luftëtarit për arsye dëmtimi edhe në takimin që do të zhvilloj me Kukësin të shtunën. Pavarësisht kësaj, kreu i pankinës Gjirokastrite, Besmir Shabani, shprehet se djemtë e tij i kanë të gjitha mundësitë për të marrë një rezultat pozitiv, çka e kanë dëshmuar edhe në të shkuarën. Për 3 lojtarët që ai vlerëson si shtylla e ekipit, shprehet se pret që t'i kthehen fushës së blertë shumë shpejt. Normalisht ndeshja e radhës duhet vlerësuar. Është një ekip që është me moshë mesatare të re, si puna ekipit tonë. Kështu që na pret ndeshje vështira, ta kërkojmë pikët maksimale, gjithashtu dhe na. Vlerësim maksimal për kundërshtarin, po jo me vlerësim. I kemi të gjitha mundësit për të marrë një rezultat pozitiv. I kemi treguar dhe ndeshjet e radhës që kur ekipi funksionon dhe zbaton detyrat, normalisht çdo gjë shkon shumë mirë. Kështu që jemi përgatitur për të marrë maksimale në të ndeshjet e radhës me ekipin e Kukësit. Mungesa kemi, që mos themi që i presim të kthehemi sa më shpejt. Normalisht janë boshti dhe shtylla e ekipit tonë. Janë drejt të riaftësimit dhe shumë shpejt besoj që do jenë në organikën e ekipit tonë. Para këtij takimi, Gjirokastritët renditen në vendin e 9 të tabelës së klasifikimit me 7 pikë, ndërsa Kuksianët me 4 pikë mbajnë fundin e saj. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.